nuk i kanë pa në veprime drejt për drejt në pushtet. Tani i kanë pa, janë shpërfaq në pjesën e pushtetit. Nga shpërdorimet një pas një, deri te akuzat dhe kallëzimet që janë bërë penale në gjykata. Kështu që nga një dëshirë ku ka ardhur i paprekshëm, deri më tash ku del i përlyer. Kjo tregon që qytetarët nuk do të jenë ata që do të japin 50, po do ta dënojnë këtë 50-shin me votën e 28 dhetorit. Unë besoj në këtë. Sepse qytetarët i kuptojnë më mirë se të gjithë të tjerët rrethanat politike. Pavarësisht ndonjëherë politikanët prezantojnë dëshira, mundësi, alternativat ndryshme, po qytetari e sheh në fundin e mram çka ka të shtëpia dhe çka çon të shtëpia në shportën e tij. Me këtë inflacion që e kemi tani ekonomik, shporta po del e zbrasat. 200.000 pensioniste janë me paga minimale që nuk ju dalin për barna. 150.000 sa janë raste sociale me 150 euro. Cila është ajo ndihma që pjo jep. I ndëgjum, kur tha 1 miliard i kena për ushtrin, 1 miliard i kena për subvencionet, 1 miliard i kena për shërbime mallra, e 4 miliard, 1 miliard ku met e buxhetit planifikum. 1 miliard nuk diti ku me qu. Sikur si ministri ku ka thënë i kena investu 670 milion, por nuk di ke cilin projekte ka realizu. E tani, qytetarët i kanë pa këtë. Dhe ata, me votën e tyre, do të ndëshkojnë këtë veprim, këtë papërgjegjësi të qeverisë. A mund të ketë